Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Zbardhat më në fund e vërteta, ja ku ndodhet Bleona Mata dhe kush e rëmbeu. Ndryshon historia. Në lidhje me Bleona Matën, rasti i saj është një prej zhdukjeve më misterioze dhe më të komentuara në historinë shqiptare, ka marrë një kthes të papritur. Pas më shumë se një dekade hetimesh, dyshimesh, pista të dështuara dhe dhimbje pafund për familjen, burime të reja pretendojnë se kanë dalë në skenë dhe po trondisin opinionin publik. Sipas një raportimi të fundit që po qarkullon me shpejtësi në media, hetues privat ndërkombëtar të angazhuar prej disa muajsh në një investigim paralel pretendojnë se kanë zbuluar një pistë të re. Bleona Mata mund të jetë gjallë dhe ndodhet jashtë territorit të Shqipërisë. Ky pretendim ka ndezur menjëherë rrjetet sociale ku mijëra njerëz kanë shpërndar lajmin me shpresën që pas kaq shumë vitesh, më në fund mund të afrohet një përgjigje. Burimet pranë ekipit hetimor tregojnë se një sinjalizim anonim i ardhur nga një gruaj që jeton në një vend të Ballkanit ka udhëhequr hetuesit drejt një rrethi personash të dyshuar për trafik të organizuar. Kjo dëshmi pretendon se Bleona mund të jetë marrë që në fillim nga një grup i strukturuar, të cilët më pas e kanë transferuar jashtë vendit. Ajo që e bën edhe më dramatik këtë sinjalizim është fakti se gruaja që dha informacionin thotë se ka parë një vajzë të ngjashme me Bleonën në një objekt të mbyllur, të mbikëqyrur rreptësisht. Sipas saj, vajza nuk fliste shqip, por kishte tipare që korespondonin me fotot e Bleonës në momentin e zhdukjes. Ndërkohë, hetuesit privat kanë përpunuar të dhënat me metodologji të avancuar dhe pretendojnë se ekziston probabilitet i lartë që gjurmat të reja të jenë të vërteta. Ata kanë nisur bashkëpunimin me autoritetet e vendit ku dyshohet se ndodhet Bleona, duke pritur verifikime të mëtejshme.